Si ta mësoni fëmijën të mos reagojë me dhune kur dikush e provokon? Shumë prindër u thon fëmijëve, nëse të godet, godite e veti. Por në këtë mënyrë, fëmijës nuk po i mësojmë të mbrohet, po i mësojmë se dhuna është mënyra e parë për të zgjidhur një problem. Në vend të kësaj, mësojeni fëmijën të bëjë 3 gjëra. Së pari, të largohet nga situata dhe të mos përgjigjet menjëherë me agresivitet. Së dyti, të thot me zot të qartë, ndal, nuk me pëlqen kjo. Dhe së treti, nëse situata vazhdon, të kërkojë ndihmë nga një i rritur. Të kërkosh ndihmë nuk do të thot se je i dobet, do të thot se di ta mbrosh veten pa e përkeqësuar situatën. Fëmia duhet të mësoj se forca nuk është gjithmonë të godasesh më fort. Ndonjëherë forca më e madhe është të dish të kontrollosh veten. Në videon e radhës do të flasim se çfarë duhet të bëjë fëmia kur dikush e godet i pari. Na ndiqni për videon e radhës sepse fëmijëve tame duhet t'ua mësojmë paqen, jo dhunën.